Nga muaj në muaj, qytetarët e Maqedonisë së Veriut po rrisin borxhet edhe pse norma referencë obligacioneve qeveritare mbetet e lartë. Sipas të dhënave më të fundit të Bankës Qendrore, qytetarët dhe kompanitë së bashku u detyrojnë bankave rreth 8.6 miliardë euro. Për krahasim, në janar të këtij viti vlera totale e kredive ishte 8 miliardë euro. Tradicionalisht qytetarët kanë borxhe më të mëdha se kompanitë dhe në qershor vlera e tyre arriti 4.37 miliardë euro, ndërsa firmat regjistrojnë borxh pak më të ulët rreth 4.24 miliardë euro. Megjithatë, në muajt e fundit kreditimi i sektorit korporativ po zgjerohet me ritme më të shpejta se më parë. Në shtator kredit totale u rritën me 0.9% në krahasim me muajin paraardhës, me kontribut më të madh nga familjet. Rritja vjetore është 13.5%, kryesisht për shkak të kreditimeve të sektorit korporativ, por edhe kreditimi familjeve është në rritje. Qytetarët kanë më shumë interes për kredit konsumatore dhe ato për banim. Vetëm për kredi konsumatore qytetarët shënojnë borxh me vlerë 2.2 miliardë euro. Në tremujorin e tretë, shifra për këtë kategori ishte 1.9 miliardë euro. Për sa u përket kredive për banim, qytetarët regjistrojnë UA me vlerë 1.7 miliardë euro. Nga ana tjetër, kredit për automjete të rishin më pak interes. Për këtë kategori, qytetarët kanë marrë rreth 7 milionë euro. Banka Qendrore raportoi se në shtator kredite miratuara për individët, kryesisht ata konsumatorë dhe ato për banim, shënuan rritje si mujore ashtu edhe vjetore.